Si të krijoni reklamën tuaj të parë në Ads Manager në vetëm 5 minuta. Hapi i parë që duhet të bëjmë është të shkojmë në Google dhe të shkruajmë Ads Manager. Pasi kemi shkruar të na shfaqet Meta Ads Manager, e cila mund të klikojmë. Është shumë e rëndësishme që të keni të lidhur me Facebookun ose me një fan page për të pasur një akses sa më të mirë në reklamat tuaja. Pasi të kemi klikuar, do na shfaqet faqja këtu. Dhe këtu duhet të zgjedhim se në cilin biznes portofolio dëshirojmë të krijojmë reklamën tonë. Pasi e kemi zgjedhur se në cilin biznes portofolio duam, duhet të shtypim te butoni Create, e cili është me jeshile dhe do na shfaqen 6 objektivat e reklamës. Videon e plot mund ta gjeni në kanalin tonë të YouTube-it Innovec Marketing. Dhe për më shumë informacione, si të krijoni reklamën tuaj të parë, mund të na kontaktoni në numrin tonë të telefonit ose në rrjetet tona sociale.